është një video shumë i shkurtër për me tregu, për me tregu që historinë e Ballkës. Kemi një numër surprizë për i vërtetës krahasim edhe me vjetë për sa i përket kërkesës, aplikimeve, trille dëshirës për me kriju biznese dhe startupe të reja në Shkodër. Në krahasim me vjetë kemi gati 300% rritje të numrit të aplikimeve dhe kërkesave, sikurse ne kemi pas rritje të buxhetit. Këtë vit ne kemi gati 5 milion lekë të reja dhe do të jenë rreth 10 biznese që do dalin fitues, ku në fillim kemi pas gati 67 biznese të cilat kanë apliku, kemi pas fazat e ndryshme të seleksionimit të bizneseve dhe sot është faza përfillimtare në cilat ne po i marrim në një intervistë dhe po prezantojmë nga aspekti vizual idetë e tyre që për vërtet janë shumë interesante dhe vinë nga industri të ndryshme, të cilat na kanë edhe një farë dëshire më të madhe për me kuptu më shumë se çka kërkojnë të rit, të cilat janë fushë që ata kërkojnë me investuar për ne. Sepse një biznes kam dëshirë, sot për momentin kam disa pika, njerëzit e mi janë, por dhe atraksion turistik. Çka kanë prodhu? A mund me shpalosat e një ideje më falë? Tu me marrë pjesë për profesionistë që janë fushëve të ndryshme. Okej, ka secila teknikët e veta. Por